Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë arrestuan në flagrant shtetasin DL, 49 vjeç, banues në Sarandë, pasi ka ushtruar dhunë ndaj bashkëjetueses së tij. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të Komisariatit të Policisë Sarandë arrestuan në flagrant shtetasin FK, 56 vjeç, banues në fshatin Stjar, Delvin, pasi në aksin rrugor Shian Delvin, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, ka humbur kontrollin dhe si pasojë automjeti ka dalë nga rruga. Nga aksidenti janë dëmtuar lehtë drejtuesi i automjetit dhe pasagjeria. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të drejtorisë vendore të policisë Vlorë referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit KZ, 43 vjeç, banues në Vlorë, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. GK, 19 vjeç, banues në Vlorë, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin GN, 46 vjeç, banues në Vlorë, pasi në banesën e tij u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë elektrike. Gjithashtu referuan materialet në prokurori, pasi më datë 3 mars 2026, në orët e para të mëngjesit në lagjen Isa Boletini, ka rënë zjarr në dyqanin në pronësi të shtetasit PR, 62 vjeç, banues në Vlorë. Punohet për përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin AT, 41 vjeç, banues në Sarandë, mjek në Spitalin e Sarandës, pasi ka kauzuar shtetësia SG, 34 vjeçe, banuese në Sarandë, se shtetësi AT ka neglizhuar trajtimin mjekësor të djalit të saj të mitur. Materialet procedurale ju referuan prokurorive përkatëse në Vlorë dhe në Sarandë për veprime të mëtejshme.